Ajo është thirrur dhe ka të bëjë. A mund të bëjmë në cilësinë e personit? Ndjeni, kush që ka bënë në stadiumin? Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka dalë nga ambientet e prokurorisë së posaçme pas rreth 4 orëve marrje në pyetje. Në dalje ajo deklaroi se ishte thirrur si person në dieni për çështjen e stadiumit Air Albania. Isha si person në dieni për çështjen e stadiumit Air Albania, u shpreh Kumbaro, duke shtuar spekulimet për një aferë të re që po hetohet nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ajo nuk dha më shumë detaje lidhur me dëshminë e saj. Megjithatë, më herët gjatë ditës së sotme, teksa Kumbaro shkeli në ambientet e prokurorisë së posaçme, u raportua se kishte të bënte me dosjen e kryebashkiakut të Tiranës.